Aktivistja shqiptaro-amerikane Evi Kokalari ka reaguar lidhur me qëndrimin e mbajtur nga kreu demokrat Sali Berisha, i cili pas humbjes së zgjedhjeve të 11 majit ka përjashtuar mundësinë e largimit si kryetari i Partisë Demokratike. Kokalari, dikur një mbështetëse forte e Berishës, veçanërisht gjatë foltoreve të tij, është kthyer tashmë në një nga kritiket e forta të kreut demokrat. Ajo fajson Berishën për rezultatin e 11 majit dhe kërkon largimin e tij nga skena politike. Të jetë njeriu kaq i trash sa skupton që duhet të ikë, por vazhdon insiston duke u shtirur si misionar, vetëm Sali Berisha e bën. Realisht mendoj që Berisha do t'i bjerë murit me kokë derisa të jap shpirt nga plagët e vetshkaktuara. Ka një arsye pse njerëzia thotë se murit me kokë nuk i bihet. Duhet të jesh i smur psiqik të mendosh ndryshe, shprehet ndër të tjera Kokalari. Kjo e fundit prej ditësh, sidomos pas zgjedhjeve të 11 majit, sikurse edhe kishte paralajmëruar humbjen e thellë të Partisë Demokratike me krye Sali Berishën, vazhdon t'i kërkojë këtij të fundit largimin. Ajo thotë se ka ardhur koha që Berisha të ikë dhe Partia Demokratike të shndërrohet më në fund në një alternativë të vërtet opozitare për të bërë të mundur rotacionin. Sipas Evi Kokalarit, Edi Rama me Berishën në krye të PD-s fiton edhe 4 mandate të tjerë. Madje në protestën e fundit për mosnjohjen e zgjedhjeve që zhvilluan disa demokrat, teksa në Tiranë zhvilloi samiti i Europës, Evi Kokalari u sugjeroi që të protestonin përpara selisë së Partisë Demokratike për të kërkuar largimin e Sali Berishës.